Alba trazoi gjithë shqiptarin brëm me vendimin për të vendosur mbulesën që shkaktoi reagime të forta në rrjet. Pak orë pas, pa përshëndetje, ajo la shtëpinë më të famshme duke mbyllur aventurën e saj pak para finales, si një prej lojtareve më të forta. Çka ndodhi mbrëm? Si është Alba? Çka përflitet për vendimin e largimit? Për Ylli Dresha, që jetoi me Albën 2 muaj në fermë, ky ishte vendimi i duhur. Ke vendim shumë i duhur për Albën, gjatë që qoftë ai për Shamin dhe qoftë ai për jo Shamin dhe për largimin nga Big Brother. Për Shamin nuk dua të jem gjykues, shpresoj që të jetë ai vendimi që e ka marrë Alba dhe të cilin e ka ndjerë edhe e ka bërë, por gjatë që nuk më pëlqej as pak është nga Leonora Jakupi, e cila nuk është që merr vesh nga feja me sa e dion edhe me sa u pa dhe mbram, gjatë që nëse merr ajo vesh nga feja, atëherë duhet me i thonë edhe labit pse rrin një mashkull i tillë me 5 vakte namaz, edhe me sa e di që një femër nëse duhet me dalë nga Big Brother dhe për mu mbulu ato që e tha Leonora, duhet me dalë edhe një mashkull i cili është Labinot Rexha që i fal 5 vakte dhe që duhet me qenë shembull për fenë dhe jo një anti-shembull që është. Ylli nga mbrëm ka pasur kontakt me personat që menaxhojnë rrjetet sociale të Albës. Nuk është që di edhe shumë për këtë pjesë, por vetëm për i dha ato informacionet që unë i di sa të pak që janë informacionet dhe janë të bollshme për mua, jo që mu më duhet me marrë informacionet për Albën dhe për me i bë publik ose ku ta di. Domethënë kam bë atë interesimin që e bën interesimi ishte njerëzillak që a ka se ku me flajt Alba apo jo dhe a ka bërë zgjidhje. Edhe padyshim që kam folë edhe me njerëzit që janë mbajnë në Instagramin dhe i kam thënë që nëse Alba nuk ka zgjidhje se ku me fjet, padyshim që mund të më qenë si të vllai vet, domethënë tek banesa ime. Alba ka e sigurt më bra me sa ka marrë informacione për gjumin e saj dhe për atin e saj, do më thonë sa i përket emocioneve a është mirë apo si është të kalu, do më thonë i di që është mirë dhe gjatë që sot pas dite ka pas me unis për Tiranë dhe shpresoj që ka marrë vendimin e dur dhe që të niset për tek familja apo tek shoqëria e vet dhe po shpresoj që mos t'ja jap atë thelbin kryesor që duhet me u fut në disa intervista siç është në kontratë, padyshim që shenjafun e Albën nuk kam ja dhënë këtë gjë dhe jam shumë fatlum që nuk e jep këtë gjë pas daljes nga Bigo. Është që pata ndonjë detaj shumë të madh nga familjarët ose nga personat që e mban Instagramin, vetëm tha që Alba realisht është dashur me marrë vendimin e dur kur personi që është fut, që kanë pasur një lidhje në firma VIP, që s'dua të ja përmend as emrin, do të thotë është dashur me marrë Alba një vendim të duhur, por padyshim që produksioni nuk e kanë lënë Albën me marrë këtë vendim të dur, ku gjatë gjithë kohës Alba dhe kërkon me dalë nga Big Brother, gjatë që ik transmetimi nga Alba dhe pastaj futet transmetimi tek living room, domethënë që Alba në dhomën e rrëfimeve duke u mundu m'ja mush mendjen për mendajt akoma, sepse Alba realisht me ju thonë të drejtën është domethënë Alba gjatë gjithë kohës është shfrytzu nga produksioni, unë mendoj prapë, ndoshta është këndvështrimi, ndoshta edhe jam gabim, po padyshim që e them që ja kanë pi gjakun me pambuk që thojnë, dhe domethënë në fund të fundit ja japën një çështime ose një shkelëm që thojmë për disa klipe. Pse atëherë asnjë banor tjetër nuk ankohet për klipet që i bëhen atyre, sepse klipet e tyre prejën shumë bukur dhe Alba ankohet dhe thotë të drejtën që nuk ju kanë prej klipet mirë. Sepse Alba gjatë gjithë kohës është dalë si për ndjekse. Pse duhet me qenë na, domethënë, pse nuk duhet me qenë transparent për të gjithë, por duhet me qenë transparent vetëm për pjesën tjetër dhe jo për Albën. Kur Alba gjatë gjithë kohës ja u ka përplas ato që e ka pas në fytyrë gjithë produksionit dhe pse Alba gjatë gjithë kohës kur ka ndryhy, kanë thonë ball Alba më shële gojën, ball ashtu, ball kështu. Sipas tij, ajo e meritonte fitoren. Padyshim që gjithsesi njeri që e kupton formatin e tillë si Big Brother dhe nëse dojmë të qenë transparent për publikun, padyshim që Alba e ka merituar me plot kuptimin e fjalës, për shkak që i ka treguar gjitha ngjyrat aty. Sa u kon shembull apo nuk u kon shembull, nuk kemi na këtu për me gjyku, sepse ne kur tregojmë shembull gjatë gjithë kohës në Big Brother, thojmë që publiku thotë që ky person nuk është dhon kurço, ky person duhet me dalë jashtë. Atë kur dikush jep lojë edhe jep dinamika siç ka thënë Alba, atë jo s'është dhon kurço. Domethënë publiku duhet me gjetë një mes. Domethënë a jemi të dash lojë, a jemi të dash moral apo karakter apo personalitet. Padyshim që Alba Pollozhani e ka merituar me plot kuptimin e fjalës, sepse ka treguar një ecuri të jetës që ka ndodhur jashtë fermës me gjithë secilin femër, me gjithë secilin mashkull, qoftë ato dinamikat të jetës, përleshjet me partnerin, si vujnë femra nga një partner, si përbuzet një femër ndaj një partnerit e shumë sa të tjera. Kështu që tash a e shoh ndonjë fitues
Ata se cilin kom dashur nuk është, do me thonë këta që kushdo që e meriton apo kushdo që nuk e meriton, prap se prap në fund ditës po na bojnë të zhgënjur disa persona që janë jashtë dhe që jepin nga 15.000 vota për një person që e kanë menda, siç është për Labinot Regjën, gjatë që u aludu, që dikush i ka dhënë 15.000 vota, atëre drejta dhe vota e publikut po humbet. Do me thonë, nëse po vendosim me qenë transparent për publikun, atëherë pse nuk jemi transparent? Pse duhet me pas një person jashtë i cili ka biznes, ka para, ka tolla dhe duhet m'ia ble fitoren dikujt amrenda? Jo, sepse nëse publiku po vendos për dikon me fitu apo jo, atëherë vota e publikut po humbet totalisht. Albës do i duhet sipas Dreshajt periudhë gjatë për t'u kthyer në realitet. Është pak problematike shumë për me marrë veten se kur del nga një format i tillë, i cili është i ndjekur nga shumica e njerëzve, qoftë nga diaspora, qoftë nga Kosova, domethënë është pak sfiduese dhe pak problematike se kur del, domethënë kimu përballë me komente të ndryshme, kimu përballë me ofendime të njerëzve. Mendoj që Alba ka pas nevojë për një rehabilitim të tillë dhe shpresoj që ta merr këtë rehabilitim të tillë edhe pse ka me pas një kohë shumë të gjatë derisa të kthehet në një jetë normale, për që për një periudhë shumë të shkurtër i përdori apo u fut në të dy formate, gjatë që Alba Pollozhani, siç e thonë gjithë, është e lindur për formatet e tilla dhe është e lindur për kamera dhe shpresoj që ta merr veten dhe ta merr vendimin e duhur për jetën e saj, nëse e ka pas për ndjenjat e saj edhe e ka ndjerë atë gjë. Kështu që shumica e njerëzve, qoftë VIP apo qoftë që s'janë VIP, e bënë në Albën senzacion të rrjeteve sociale për mbulesën e saj. Pse na duhet me qenë gjykues për këtë pjesë, e pse nuk duhet me qenë gjykues ndaj një personi i cili fal pas vaktit, i cili është Labinot Rexha, i cili qëndron aty dhe i përndjek femrat, po duhet me folna vetëm për Alba Pollozhanin që e bëri për lojë. Nëse ka bërë për lojë, kemi një zot i cili e gjykon këtë pjesë, ne nuk duhet me qenë gjykues për këtë gjë. Gazetari Labinot Nimani nuk u çudit me veprimin. Me u çudit prej Albës me bo diçka për lojën e Big Brother nuk është që çudit na mo, sepse nuk e di se çka ka aty tjetër për me bo. Gjithçka i ka dhënë atij formati. Kërkesa për mbulem sipas meje, për mbulesë, unë nuk i kam besu versionit të saj, sepse mendoj që nëse kish desh me mbulu kish mujt shumë më herët, nuk kish dasht me qenë 3 javë para finales, edhe ai arsyetimi se jam friksu se po më penalizon ose diçka, do më thonë kjo e ka llogarit me bo ato çka jo, edhe nëse vjen limje dhe nëse s'vjen limje dhe krejt ato skena që janë prodhu ato, edhe mandej ka thonë ti bëj krejt to e mandej mbulona. Për mu ka qenë thjesht tentim për pastrim imazhi, sepse ka ditë sa bllaf ka dalë në publik. Gjithashtu, mendoj që Kosova është një vend që sheh dhe nuk i mbyll syt, edhe kjo vërtet u mbron, besoj që produksioni e ka marrë mesazhin e qartë që nuk mund është gjithçka me bo, e sidomos me prek me një religjon që e ka përqindjen më të madhe të popullsisë në Kosovë, dhe tu e ditë se sa shumë janë njerëz të indoktrinum në fenë islame në këtë vend. Mendoj që nuk kanë mujt me çu tutje, prandaj edhe u te kalu si temë në heshtje, me sa ka qenë i qartë që kjo dukuri, kjo si ta quaj, tentativ për me bo show me fenë islame nuk kalon në Kosovë. Ndoshta diku tjetër kalon, po në Kosovë jo. Edhe prandaj edhe u te kalu në heshtje, unë kam qenë i sigurt që nuk më ndodh ajo. Edhe veç e mora mesazhin për qatë projmit. Për ndryshe, kjo me gjithë respektin për Big Brother VIP Kosova, po është goxha një humbje e madhe me të dalë 7 banor për një sezon prej lojës. Përkundërse nuk e ka pasur favorite, për largimin e saj shpreh keqardhje. Që për që Alba nuk ka qenë në shihet e mia si banore Big Brother, nuk ka qenë asnjëherë prej ditës parë, për që ka pas energji toksike tepër të madhe edhe ka transmetuar edhe në publik, nuk ka asnjë dyshim. Mirë, po sërish kur mora vesh lajmin që është largu prej shtëpisë, unë ndjeva keq për të, sepse mendoj që në shtëpi, që prej fillimit e deri më tash, nuk ka pas një protagonist ose protagoniste që i ka dhënë shtëpisë më shumë se sa Alba. Konsideroj që në finale është desh me qenë me patjetër, pretendente për fitore nuk e kam pas, sepse mendoj që këtë vit fitoria vetë është e destinuar për një banore, të paktën kështu me thonë
reagimet e studios dhe mbrojtja që i bëhet Elionës. Mendoj, urejt jem gabim, po mendoj që këtë vit fitoria do të shkojë te Eliona. Nëse jo te Eliona, nuk e di se ku tjetër. Po megjithatë jam okay sepse publiku po e do, po e mbështet, jemi shumë fajn. Nuk e di lojën që ka bë, po publiku ashtu po e vlerëson. Kurse për Albën, jam ndjer keq që nuk e ka prek finalen, sepse mendoj që nëse ka dalë dikush prej asaj shtëpie më i përsekutum, më i kritikum dhe më i urryer, nuk e besoj që ka dalë dikush më shumë se Alba deri sot. Po çka ndodhi mbrëm sipas burimeve të gazetarit Nimani? Në bazë të burimeve që kam unë, bëhet fjalë për një hatërmbetje tepër të madhe të Albës, karshi i produksionit, për tejkalim të temës së mbulesës, sepse duke ditë, domethënë, impaktin që ka feja në Kosovë dhe kudo ku janë shqiptarët, edhe me bëni asnjë lloj kërkese, ka qenë goxha një hap i madh dhe ndoshta i pamendum për njerëzve, se as mos më kish mendja që kam marrë një ditë që kam e pa Big Brother dikon të bëj kërkesë për më mbulu. Di ato s'm kanë shku akoma truri. Edhe mënyra se si e kanë tejkalu si temë në heshtje, ka qenë sigurisht një minus i madh për Albën si banore, se domethënë nuk e kanë marrë as seriozisht kërkesën e saj, ose ka ndodhur diçka tjetër në prapaskena, këtu ka shumë versione. Megjithatë e di që bëhet fjalë për një hatërmbetje të madhe të saj. Dalja e saj nuk ka qenë korrekte të themi që ka dalë të përshëndet, thjesht me sa kam informacion ka vazhdu ose do të vazhdoj të shkoj drejt Tiranës, edhe me shumë gjas nuk do ta kemi prezente në intervista në Kosovë. Unë jam më shumë kurioz të di nëse do ta vendos mbulesën ose jo, sepse nëse nuk e vendos mbulesën, domethënë e gjitha ka qenë për show. Kurreshja është e madhe nëse ajo do e çojë deri në fund dëshirën për të mbuluar. Pak e vështirë edhe me paragjyku në atë aspekt, unë personalisht nuk i kam besu. Siç e thash më herët, mendoj se ka qenë për pastrim imazhi, duke ditë impaktin negativ që ka në jashtë në publik. Por sa që bëhet fjalë për Limin, unë besoj që as nuk në fakt jo që besoj, por jam shumë i sigurt që ka gjithmonë ndikim të Alba, dhe Alba është në gjendje gjithçka me bo për me qenë edhe për me përmbush Limin, which is okay. E kemi pa çka ka bërë në shtëpi, e kemi pa çka ka durur në shtëpi, kështu që mbulesa vëllai nuk është çuditna. Mendoj që edhe nëse Alba tash e vë mbulesën, dyshimet se kërkesa e saj ka qenë fallco janë edhe më të mëdha, sepse sigurisht tash ajo është në jashtë shtëpisë, mundet me i pa komentet e njerëzve, përsekutime dhe zemrimi i madh që u shkaktu mbrëm në publik, edhe ndoshta për me ju tregu krejtve ndoshta si për një lloj inati që çka bëjon edhe që nuk rraj, është në gjendje me vendos mbulesën, po unë uroj ashtu siç uruan banorët mbrëm, që e ka prej zemre edhe që me pas gjithë tjetën, sepse ashtu bën ritualit islam, por që kam dyshimet e mia që edhe nëse e vë mbulesën, ka me heq mbas një kohë. Nuk e di pse, po si person goxha bipolar që është Alba, e pres edhe heqjen e mbulesës, edhe nëse e vendos tash për tash. Deri tani nuk ka pasur asnjë reagim zyrtar nga vet Alba.